Një val e re po vjen. 3 shenja që do përjetojnë një kthes të papritur në maj. Nuk është më çështje nëse, por kur. Ka një energji që po afrohet dhe disa shenja janë pikërisht në vijën ku gjithçka mund të ndryshojë brenda një momenti. Jo të gjithë do ta kuptojnë këtë në kohë. Por për këto 3 shenja, fillimi i majit nuk është thjesht një fillim, është një kthes. Një lajm, një vendim, një mundësi dhe asgjë nuk mbetet si më parë. Shigjetari. Diçka që ke pritur pa e ditur saktësisht se çfarë është mund të shfaqet pa pritur dhe të vendos në një situatë që kërkon reagim të menjëhershëm. Një moment i vetëm mund të ndryshojë mënyrën si e sheh të ardhmen dhe të shtyjë drejt një vendimi që nuk e kishe menduar më parë. Në punë, një zhvillim i shpejt mund të hapë një derë që nuk ishte aty deri dje. Në marrëdhënie, një moment i vogël mund të bëjë të kuptosh diçka që ka qenë gjithmonë aty por nuk e ke parë. Nuk është koha për të analizuar pafund. Është një fazë ku duhet të veprosh. Nëse e kap këtë moment pa hezitim, mund të hysh në një rrjedhë që do të çojë shumë më larg se sa ke menduar. Birgjëresha. Një detaj që në pamje të parë duket i parëndësishëm mund të bëhet pika ku gjithçka fillon të ndryshojë për ty. Një situatë që ke analizuar gjatë mund të marrë një kthes që nuk e kishe parashikuar dhe kjo do të kërkojë reagim të menjëhershëm. Në punë, një mundësi mund të vijë në mënyrë të fshehtë dhe vetëm nëse je i vëmendshëm do ta dallosh. Në marrëdhënie, një ndryshim i vogël në sjelljen e dikujt mund të zbulojë një të vërtetë që ka qenë aty prej kohësh. Nuk është koha për perfeksion. Është një moment ku duhet të marrësh vendime pa u kapur pas detajeve të tepërta. Nëse arrin të besosh më shumë tek ajo që ndjen sesa tek ajo që analizon, mund të përfitosh nga një ndryshim që të çon drejt një rruge më të mirë. Demi. Një situatë që ke menduar se është e qëndrueshme mund të fillojë të lëkundet dhe kjo mund të duket e papritur në fillim, por në fakt është një hap drejt diçkaje më të mirë. Një moment i vetëm mund të detyrojë të dalësh nga zona e rehatisë dhe të shohësh gjërat ndryshe. Në punë, një ndryshim mund të japë një mundësi që nuk e kishe konsideruar më parë. Në marrëdhënie, një reagim i papritur mund të bëjë të kuptosh se çfarë ka vërtet rëndësi për ty. Nuk është koha për të qëndruar i palëvizshëm. Është një fazë ku duhet të pranosh ndryshimin dhe të reagosh. Nëse e lejon veten të dalë nga rutina, mund të krijosh një fillim që do të ndikojë në mënyrë të fortë në vazhdim. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën "kthesa" nëse mendon se kjo lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.